Pas zgjedhjes së kryetares së re të Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj, kjo forcë politike ka kaluar tashmë edhe në rinovimin e strukturave të saj. Do të ketë risi sa i përket rinovimit të strukturave, ndërsa për këtë qëllim ka dalë tashmë edhe udhëzimi, i cili i është përcjell degës së Partisë Demokratike këtu në Vlorë. Mbërri në Partinë Demokratike të Vlorës udhëzimi për mbajtjen e procesit zgjedhor në të gjitha nivelet strukturore të kësaj partie. Udhëzimi dhe ky proces synon forcimin, riorganizimin dhe freskimin e Partisë Demokratike nëpërmjet procesit zgjedhor të strukturave drejtuese vendore dhe procesit të antarësimeve të reja. Pas zgjedhjes së kryetares së re të Partisë Demokratike Nada Meçorapaj, tashmë Selia Blu ka kaluar në një tjetër proces të rëndësishëm, organizimin e procesit zgjedhor në çdo nivel të strukturës organizative të Partisë Demokratike. Ky udhëzim është i qartë dhe synon mbajtjen e procesit zgjedhor në të gjitha nivelet e strukturës organizative të Partisë Demokratike. Në të gjitha degët e Partisë Demokratike, kryetari sapo zgjedhur i degës drejton grupin e punës në deg, ndërsa grupet e punës në deg kanë në përbërjen e tyre kryesinë e degës dhe një numër shtesë antarësh sipas nevojave të degës. Po ashtu shpërndarja gjeografike në përbërje të grupit të punës në deg duhet të ketë minimalisht nga një përfaqësues në çdo grup seksion të degës. Përfaqësuesi si rregull është drejtuesi më i lartë politik në detyrë i strukturës së Partisë Demokratike në atë njësi grup seksioni. Personalitetet politike të degës në përbërje të grupit të punës në deg ftohen të kontribojnë antar të Këshillit Kombëtar, deputet, si dhe ish antar të Këshillit Kombëtar, ish drejtues vendor dhe qendror, personalitete intelektuale të zonës, simpatizant të Partisë Demokratike apo të kauzave politike të saj, njerëz me reputacion të lartë dhe figura të njohura vendore, të cilat duan të kontribojnë në këtë proces. Udhëzimi përcakton edhe afatet kohore si dhe detyrat e grupit të punës. Afati për zhvillimin e procesit është 30 prill 2026. Brenda datës 4 prill mbahen mbledhjet e para të konstituimit të grupit të punës së degës sipas parimeve të përcaktuara më sipër. Në mbledhjen e tij të parë, grupi punës organizon ndarjen e punës mes antarëve të tij për mbikëqyrjen e procesit zgjedhor në deg, mbikëqyrjen e procesit për antarësimet e reja. Për këtë gjë përcaktohet edhe kalendari i procesit në nivel seksioni dhe grup seksioni i degës. Udhëzimi ka mbritur tashmë në Partinë Demokratike të Vlorës, ndërsa demokratët kanë nisur nga puna, jo vetëm për riorganizimin e strukturave të Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe për antarësimet e reja, sipas urdhrit të dhënë nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha.